Kryeministri britanik Keir Starmer ka reaguar pas rezultateve të para të zgjedhjeve lokale në Britani, ku Partia Laboriste po përballet me humbje të konsiderueshme në disa zona të vendit. Në deklaratën e tij, Starmer pranoi se qeveria ka bërë edhe gabime të panevojshme, pavarësisht vendimeve që ai I cilsoi të domosdoshme për stabilizimin e ekonomisë dhe investimet në shërbimet publike. Ne morëm disa vendime që ishin të drejta, si stabilizimi I ekonomisë dhe investimet në shërbimet publike, por gjithashtu bëm edhe gabime të panevojshme, tha Starmer. Ai shtoi se tani detyra e tij është të përcaktojë hapat e ardhshëm për të sjellë ndryshimin që qytetarët britanik kërkojnë. I pyetur nëse do të jap dorëheqjen pas rezultateve negative, kryeministri britanik u përgjigj prerazi: "Jo, nuk do të largohem. Ne u zgjodhëm për të përballur me këto sfida dhe kjo është ajo që do të bëjmë." Starmer shprehu gjithashtu keqardhje për humbjen e kandidatëve dhe këshilltarëve lokal të Partisë Laboriste, duke vlerësuar kontributin e tyre në komunitete dhe në jetën publike. "Kam një mandat 5 vjeçar për të cilin jam zgjedhur dhe kam ndërmend ta çoj deri në fund", deklaroi ai, duke lënë të kuptohet se synon të kandidojë sërish për postën e kryeministrit në të ardhmen.